të drejtësisë, aty ku pa dashje i kemi sy të gjithë me shumë vëmendje, ndaj kemi vendosur të shqetësojmë në këtë mëngjes ish kreu në KLP-s edhe juristin, avokatin Alfred Balla. Mirëmëngjes zoti Balla, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Pyetja e parë është ta fillojmë me nota më të lehta, besoj, siç do ishte më drejt. Si të doni. Në kohën që ju e drejtonit KLP-n, nëse Brau do ishte para jush, do kishit lejuar këtë nivel pyetjesh? A do m'japësh kafe kur të kem unë hall? A do m'presësh? Në fakt, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 3 lloj pyetjesh. Okej. Pyetjet e para kanë të bëjnë kur zgjidhen prokurorët, pra nga radhat e prokurorit jurisdiksionit zakonshëm për të bërë prokuror të posaçëm. Pyetja e dytë kur zgjidhet drejtuesi, dhe lloji i tretë është pyetja kur drejtuesi i prokurorisë posaçme raporton një herë në vit përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Pyetjet këtë radhë mendoj për mua ishin shumë. Mundet Këshilli edhe të kufizoj pak me pyetjet, sepse unë pash që gjysma e Këshillit ndeti pasive. Po të vini re, më shumë pjesa e shoqërisë civile dhe nga 2 prokuror bën pyetje. Kurse pjesa tjetër, një 4 prokuror me sa keni parë dhe ju, ndetën pasiv dhe nuk ishin pyetje. Mundet që ishte një numër më i kufizuar pyetjesh, dhe që kryesisht duhet kishim bërë me faktin që si sa këta kandidat për drejtues prokurorisë posaçme janë të aftë të drejtojnë një strukturë. Jo pyetje të karakterit që ne u bënim kandidatëve për të bërë prokuror, sepse gjithsesi pyetjet edhe unë po të isha kryetar nuk mund të ndaloj asnjë antar të Këshillit që të bëja pyetje, secili ka integritetin, jo, nuk mundesh, sepse janë organe kushtetuese, secili është i zgjedhur nga kuvendit dhe pastaj, shko, në njërë ne na bën çudi, po ka dhe pyetje të shkurtra që janë filozofike, dhe ju gazetarët gjithmonë thoni nuk ka pyetjet të këqija, ka vetëm përgjigjet këqija, kështu që pastaj aty është... Ju patë më shumë pyetjet këqija, po përgjigjet këqija? Shko, unë nuk pash as pyetjet këqija, as përgjigjet këqija, për hir të vërtetës. Të 4 kandidatët kanë performuar shumë mirë. Jo e pa, dikush u zgjat, dikush ishte më koncis, po rëndësi ka që ata e prezantuan vetëm para Këshillit dhe para publikut. E kuptoj. Megjithatë, Braun, tani më kreun e ri të SPAK, e përndjek edhe një CV paradoksalisht e pasur, me dosje të rënda dhe të nxehta, por me rezultate që ndoshta nuk kanë kënaqur urinë e publikut për drejtësi apo për gjak. Shko, të 4 prokurorët që kandiduan kanë dosje të bujshme, të suksesshme. Jo, po them që u zgjodh prej dosjeve. Jo, ideja është që un kam ai u zgjodh prej karakterit, besoj. Për një moment u tromba thash se do thonit prej amerikanëve, po jo. Jo, nuk u zbalancuat. Amerikanët nuk e di sa rol kanë lozur këtë. U bën muaj që jam shkëputur, por u zgjodh nga mbas edhe nga mosha e re, ka qenë më i riu nga të 4 kandidatët dhe mund të performoj edhe më mirë, se kuptohet edhe mosha, pavarësisht se ata nuk janë në një moshë të diferencat më dhaja, por gjithsesi mori 7 vota, që është herë e parë që drejtuesi merr një numër të tillë votash, kështu që nuk mund ta paragjykojmë dhe të garë nuk e gjykojmë, fituesi asnjëherë nuk gjykohet. Besoj Këshilli e ka vendosur drejt, e ka merituar. E kuptoj. Ndërkohë duke e lënë pak fare mënjan zotin Brau, duket se e gjithë sistemi i drejtësisë është në një moment shumë interesant, zoti Balla. Nga njëra anë duket sikur vetë kryeministri në thonjza është bërë pishman për atë të cilën e konsideron të krijesën dhe suksesin e vet më të madh. Nga ana tjetër, disa aludojnë që mund të ketë shtuar pak marshin drejtësia në vlerësimin tuaj në tërësi, dhe më pasi marrim me zërasi, po performon makineria e drejtësisë në këto momente. Shko, makineria e drejtësisë po performon mirë, të paktën kjo pjesa e prokurorisë posaçme dhe SPAK-u, Byroja Kombëtare e Hetimit, me pak ngadalësi, po performon. Pastaj pjesa e drejtësisë në përgjithësi, gjykatat,
civile, administrative, janë tepër ngadalë, po performojnë dhe të kenë rezultate ato nuk bjen në sy derisa ka vonesa të jashtëzakonshme të mëdha, domethënë që nga 7 deri në 10 vjet për të përfunduar një proces gjyqësor. Dhe kjo është domethënë pjesa më e dobët që mendoj që në drejtësi janë konsoliduar si tashmë këto organet e reja, pavarësia e prokurorëve, mënyra e zgjedhjes, organeve drejtuese, gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese. Janë gurët themeltar që e kanë forcuar këtë infrastrukturë, por ne presim rezultatet të dukshme. Qytetarët presin të zgjidhin hallin, gjyqet, se në fundit ne të gjithë duam apo s'duam do kalojmë nga ajo portë e drejtësisë për një problem familjar, civil, administrativ, qoftë edhe penal. Kështu që ne duam të gjithë, nëse pra të gjithë qytetarët, nëse kemi probleme me ekzekutivin, kemi sorollatemi apo vonohemi, ne prap shpresën e fundit para se shkojmë ke Zoti e kemi ke drejtësia. Kështu që ndaj është dhe kjo vëmendje e shtuar të themi që ne të gjithë i kemi syt nga këta 700 apo 800 burra dhe gra të sistemit drejtësisë. Aq është numri total që i përcaktuar me ligj për të performuar dhe për të dhënë drejtësi. Megjithatë, citova pak më herët kryeministrin, duket sikur ka ndryshuar komplet qasje, tani më ka ndryshuar retorikën, ka rritur deri në akuza, madje pam edhe një incident të shëmtuar me BKH-n në orët e fundit. Ai akuzoi ata që për herë të dytë në fakt që i kishin shkuar me armë në zyrë, na kishin trembur kryeministrin. BKH-ja reagoi. Si e komentoni dhe si e konsideroni këtë qasje të re të kryeministrit, i cili e filloi presionin në fakt pikërisht tek marrja e pandehore zëvendëse së tij? Kjo problemi i BKH-s që ka përmendur edhe kryeministri ka një të mirë që e morën vesh të gjithë që Byroja Kombëtare e Hetimit është një forcë armatosur, ka atributet e policisë gjyqësore dhe normal që mund të shkojë në çdo vend e armatosur. Pastaj kryeministri nuk besoj se ka frikë nga oficerët e policisë gjyqësore, sepse dhe vetë gardistët që ruajnë janë të armatosur, kështu që efekti i sigurisë këtu është zero. Gjithsesi kjo është një masë retorik për të parë nëse këta hetues shkojnë atje me iniciativën e vet apo me urdhët prokurorit apo të gjykatës posaçme. Po kam idenë që oficerët e policisë ose këta hetuesit e BKH-s atje shkojnë për të kërcyer dokumentacion, për të sekuestruar në bazë të urdhrave të prokurorëve dhe qofse u del në një dokument që mendojnë që kanë rëndësi për hetimin, ata mund ta marrin edhe me iniciativë. Askush nuk duhet t'i pengojë. Nëse të troket në derë prokuroria, qoftë me oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë jurisdiksionit zakonshëm apo qoftë edhe hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, çdo njeri është i detyruar, paktën këtë kushtetuta e thotë qartë, është i detyruar të zbatojë, sepse ndryshe ti do merresh në përgjegjësi penale qofsh gardist, qofsh sekretari i përgjithshëm, shef sektori apo kujdiun drejtorie, ti pengon hetimin dhe oficeri apo hetuesi mund të vërë prangat në moment. Siç është rasti i zonjës Bushka, për kështu. Zonja Bushka për veprimin që pengojnë zbardhjen e është marrë pandehut në sa di. E kuptoj. Megjithatë, ka qenë pjesë e një tangoje kjo, marrëdhënia e Ramës me sistemin e drejtësisë nga Këshilli, nga gjykata kushtetuese edhe më poshtë, se ishte edhe halli i rrogave në mes. E bëri dhe atë mall për konsum kryeministri. Shiko, ajo problemi i rrogave ka qenë që në kohën kur isha dhe unë të paktën në Këshill. Nuk e di sa ja kanë shpjeguar kryeministrit, paktën këshilltarët e vet, po bëhet fjalë për nëse mbani mend para 2 vjetësh gati administratës ju shtuan rrogat të administratës lartë shtetërore apo të mesme. Dhe në këtë moment ajo pagë e magjistratëve, gjyqtarëve, prokurorëve ngel në vend. Pavarësisht se u miratua dhe ligj i ri, u indeksuar me pagën e presidentit, sa ajo duhet të jetë referencë, paktën sipas formulës që kanë zgjedhur, rezulton që
ky indeksim apo kjo rritje e pagës së administratës nuk përkon me atë të magjistratëve. Këtë po kërkojnë magjistratët. Pra këtë ndryshim, këtë diferencë. Indeksim. Pra indeksim sepse ne me kushtetut, paktën që nga kushtetuta 98-ës që është pas demokracisë, me kushtetut është që pagat e magjistratit asnjëherë nuk mund të ulen, pra vetëm mund të ngrihen. Me përjashtim tani kemi vënë te kushtetuta e re që në raste të jashtëzakonshme, në një pandemi apo kur merr një masë disiplinore apo në një rast kur ka probleme madhore shteti. Kështu që mirë bën që ta zgjidhi kushtetuesi apo gjykata. Pra nuk është një përpjekje po thonë thjesht për ca lek më shumë. Jo, këto lek nëse i takojnë, unë mendoj që duhet i marrin. Të jesh magjistrat sot je privuar nga shumë gjëra, të cilat pjesa tjetër, paktën e administratës shtetërore dhe mund i ka më të kollajshme, mund të punoj mund të ketë një hapi një biznes tjetër, kurse magjistratit nuk i lejohet. Atë syti ka tek ajo pagë, dhe nëse ne duam që ai të jetë solid, të luftoj korrupsionin, apo të japi një vendim të drejtë kur gjykon 2 palë me miliona euro, duhet paktën ne ta garantojmë si shtet. Mos sugjestionohet paktën. Mos të ketë një garanci, kuptimin po flasim që deri dje edhe bënin një dallaver, fusin në lek xhep, po themi sot. E zëm se sot nuk fusin në lek xhep. Sot nuk kam dieni, po. Më vërtet? Paktën mua s'm ka kërkuar njëri. S'kan ofruar gjë? Si avokat. Shumë keqe, zoti Balla, kur kam dëgjuar unë fjalët, më vjen keq që pas ka rënë gjykatësi i gabuar dhe prokurori akoma më i terset. Megjithatë, a mund ta konsiderojmë që pikërisht kjo pasuri me miliona euro i ka tronditur gjykatësit kushtetues në raport me Belinda Ballukën? E para njerë do na duhet për publikun një sqarim se cili ishte vendimi i vërtet, çfarë nuk kupton vendimin, çfarë vendimi u mor në gjykatë kushtetuese dhe më pas cilat janë shanset e zonjës Ballukën. Shiko, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka dhënë vendimin e themelit. Vetëm ka ngrirë, ka pezulluar pezullimin që dha gjykata e posaçme. Të presim se si do të japi përgjigjen gjykata kushtetuese. Për mendimin tim do ishte mirë që mos ta zgjaste. Mundet që për 2-3 ditë edhe mund të mblidheshin dhe ta jepnin një vendim. Unë personalisht mendoj që një interpretim gjykata kushtetuese për të përcaktuar cili është në punësi më i lartë shtetëror në Shqipëri që mund të pezullohet nga detyrat, duhet ta japi. Me të drejtën, sidomos sepse ka një dualizëm mes të qenurit deputet dhe ministër, ku kushtetuta dhe ligji e barazon, edhe nëse nuk je deputet dhe je ministër, ti barazohesh me drejtat dhe detyrime me ato të deputetit. Kështu që duhet ta japi një përgjigje gjykata kushtetuese, që të jetë jo vetëm për këtë moment, po edhe në të ardhmen. Nuk po hyj shumë ke pjesa e akuzave ndaj zonjës Ballukës, sepse duke qenë avokat nesër potencialisht mund të jem avokat i saj, kështu që nuk po zgjatën. E qartë, jo, le ta kursejmë atë. Megjithatë, për të u rikthyer pak tek zoti Brau, fjalia e fundit e insertit thoshte që ka qenë pjesë e hetimeve për ish kryeprokurorin Llalla, jo më kot, për shkak edhe një marrëdhënie që ata kishin pasur më herët. Është treguesi çfarë kjo gjëja, përderisa i ka qenë pjesë e hetimeve për një mikun dhe kolegun e tij. Dhe keni një parashikim për 3 vjeçarin Brau? Shko, unë kam qenë vetë prokuror dhe t'jesh prokuror, normalisht dikur e kam pasur me humor, thosha prokurori nuk ndan dekorata, prokurori vetëm ngre akuzën dhe dënon njerëz, paktën me vendim gjykate. Kështu që vetë shkeqardhjes që ti mund të kesh përballë një shok, një mik, një të njohur, do zbatosh ligjin sepse ndryshe do të penalizohesh vetë. Kjo tregon që ka një forcë karakteri. Ai barazon të gjithë përpara ligjit, siç duhet të jetë, çdo pa pasur diferencime. Mendoj që zoti Dumani, siç edhe shpesh edhe në media dhe e kemi thënë që e ka ngritur goxha stekën e marrëdhënieve ose të veprimit që prokuroria e posaçme aktualisht ka performuar në Shqipëri dhe kushdo, po dhe në qenë se u zgjodh
Zoti Brau e ka kollaj tashmë që të mjafton të mbajë atë linjë të paktën të jo të ashpërsimit, po të zbatimit të drejtave të njerëzit në kuadër të hetimeve kundër kujdo personi, qoftë ai person zyrtar i lartë apo i mesatar apo qoftë edhe në punësit e thjeshtë që janë objekte spak. Janë objekt që unë po e mbani mend, kam thënë që s'duhet të tremben, por nuk duhet të zbatojnë ato vendimet e padrejta të eprorëve, se ndryshe do të penalizohen. Në marrëdhëniet e drejtuesit të ri të prokurorisë posaçme, sidomos me median, me byron kombëtare të hetimit, me Këshillin e Lartë të Prokurorisë apo qoftë dhe me Parlamentin, duhet të ketë ka nevojë për të përmirësuar diçka, për të ndryshuar dhe për të konsoliduar kjo praktikë tashmë 6 vjeçare. Ka hyrë po hyn vitin e 7 kjo strukturë dhe është koha që asnjë lloj gabimi nuk mund t'ja falim në të ardhmen. Qoftë ne si shoqëri civile, qytetarët apo edhe gjithë aktorët e tjerë. Kjo dyshja SPAK GKK në vlerësimin tuaj, zoti Balla, performon më mirë dhe më keq në raport me krimin organizuar, krimet zgjedhore apo korrupsionin? Ma bëni një ndarje sipas këtyre tre. Po, besoj në krimin organizuar dhe edhe korrupsionin ka performuar më mirë se sa në lidhje me krimet zgjedhore. Po mos harrojmë që për krimet zgjedhore, në mos gaboj, janë rreth 13 vepra penale në kodin penal dhe nuk janë subjekti SPAK-ut. Vetëm 2 janë korrupsioni aktiv dhe pasiv ose shitblerja e votës. Kurse të gjithë tjerat që mund të dalin gjatë fushatës zgjedhore janë pjesë e jurisdiksionit të zakonshëm. Kështu që sa më pak krime zgjedhore, aq më mirë, aq më demokratik është sistemi që del nga këto zgjedhje, edhe SPAK-ut ketë më pak punë. Unë këtë e uroj gjithmonë. Po, realiteti nuk ka qenë dhe aq me pak. Shko, unë nuk... Pak në denoncime s'ka qenë pakta. Denoncimet ka pasur, është e vërtet, po të shikoni raportet e zotit Dumani përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe përpara Kuvendit, rezulton që ka denoncime, por shumica e tyre janë adresuar prokurorive të rrethave, pra të jurisdiksionit të zakonshëm, dhe rastet të rralla kanë qenë ato që janë kapur, janë çuar deri në dënim këta të korrupsioni i votës. Po është pak paradoksale, se do mos kushe raportin e OSBE-Odirit që ishte po aq i pasur sa denoncimet e opozitës për manipulime zgjedhore, dhe përgjithsisht përfshihen njerëz që janë objekti veprimtarisë së SPAK-ut. Shiko, mundet që ti të kesh indicje që po bëhet korrupsion për votën apo dhe nuk arrin dot si prokurorit që t'ja aprovosh. Dhe këtu është vështirësia kryesore. Po për senatorëve që na thonë që janë krime intelektuale dhe fute birë lefter kokës. Derisa e nxorr shkelit afateve që e kalbën terin aty. Po të pak në ishte ndurës, sa për shpizve. Ne në retorikën kështu publike ne mund diskutojmë çdo lloj hetimi, çdo lloj dënimi, qoftë nga gjykatat e zakonshme apo edhe të posaçme apo edhe gjykata kushtetuese. Por efektivisht sa janë të afta këto struktura që të provojnë kryerjen e një vepre penale, sa janë të afta që të përmbushin dhe atë pritshmërinë tonë, se si qytetarë ne gjithë munduam që të shkojnë përpara ndjekjes penale kush abuzon dhe kush vjedh apo kush shpërdoron detyrën. Por kjo pastaj është pjesë e hetimit. Nuk mund të themi që për mua dhe për ju besoj të gjithë prezumohen fajtor deri në një vendim të formës prerë dhe do të mësojmë me këtë, edhe si qytetarë. Ne mundohemi në për... Mësojemi që në fakt nuk dënohen kur? Jo, të dënohen. Unë s'mund flasë që po të shikoni burgjet janë plot. Me halexhin? Ja, me halexhin, nuk mund të them, por se 5.000-6.000 të dënuar burgosur apo para burgosur nuk janë të gjithë halexhin, keni parasysh. Ligji ky është dhe mbase ka nevojë. Velia është në burg, po është në detyrë, se më duket se është kthyer pak kështu kjo në modus operandi për drejtësinë tonë, veçanërisht kur vjen puna ke mazhoranca.
Edhe ai Rogozhinës, edhe Veliaj, edhe ai Tropojës, ai Shkodrës gjithashtu, janë gjithë të në ndjekje penale. Ose të arrestuar, po detyrën si atë cënon njëri. Vim Balluku njësoj. Sikur ka diçka që... Po pra, të qenurit deputet e keni parasysh që doli tani është nuk e lejon kodi i procedurës penale që ti ta pezullosh. Do mendimin tim personal, çfarë janë krime të kryera nga zyrtarët ndër vite, e kur ke qenë ish ministër apo ish kryetar bashkie, kur nuk ka kushte flagrance, nuk ka ndonjë emergjencë që ti ta mbash të arrestuar një person. Paktën këtë e kam thënë në ndaljet publike dhe e kam bindje. Nuk ka pse ky shtet i varfër të mbaj me bukë edhe njerëz në paraburgim me vite dhe pastaj mund të marrin edhe pafajësi. Janë gjitha kosto për ne, në kuptimin nga taksa paguesit. Por në punës që kapet në kushte flagrance, në korrupsion, merre, arrestohet me njëherë, por gjithë tjerët mund t'i caktosh një masë alternative. Me kryetarët e bashkive nuk e lejon ligji. Shtam që sepse as në kushtet e flagrancës? Ja, në kushtet e flagrancës patjetër që po, nëse pas në vlerësimin tuaj asnjëri s'ishte në kushtet e flagrance, as Velia as Balluku? Jo. Pra shterohet. Po janë e ka përcaktuar kodi i procedurës penale kush janë kushtet e flagrancës. Menjëherë ose menjëherë mbas kryerjes veprës penale. Pra gjatë kryerjes apo menjëherë kur ti duke ikur me vrat me lekët. Bravo. Lekët, vim të pjesa ime e preferuar, zoti Balla, lekët. I pam gjithë, mere, fut plas në përburgje, shëtit të Spaku, bëj pasarelën e famshme, se ajo që të pasarela e Spakut, besoj, e keni pare dhe nga mediat të stacionuar aty, që ngjajnë si pasarelat e viteve 90, ku kalojnë supermodelet e Shqipërisë, e me gjitha të, leks po shohim. Ajo pasarela do bëhet më e bukur kur të marri Byroja Kombëtare të kalojë te godina pas. Besoj dhe media do jetë më komode, mund ketë edhe në një vend më special. Po, me stre në stacion autobusi. Te humorit, unë nuk mendoj që... Parat. Pra, pikërisht. Pra, te humorit, unë mendoj që ka rezultate të prekshme të Spakut, për sekuestrimin, konfiskimin e parave që dalin apo që rrjedhin nga aktiviteti kriminal, dhe këto janë me miliona euro. Unë nuk jam në gjendje ta përcaktoj sa është shumë. Diku te 60 ishte në raportin e fundit të drejtuesit të Dumanit. Okej, pra nuk është se nuk ka konfiskime apo sekuestrime, dhe mos të harrojmë që është e vështirë të zbulon paratë. Si thënë qytetarët, gjunaat dhe parat nuk të regohen, dhe kështu që edhe shteti e ka të vështirë që të gjej, sepse ti mund të akuzohesh për inceneratorin, që dyshon që mund të kesh vjedhur disa miliona, ty të verifikohet pasuria jote dhe gjithë fisit apo shoqërisë tënde dhe nuk arrihet të gjenden. Kjo kërkon pastaj një bashkëpunim ndërkombëtar. Se përveç parave nuk tregojnë as dashnorët, dhe imagjino këta që i mbajnë lekët ke dashnorët. Po pra, dashnorët ty në ke gjunaat. E qartë, zoti Balla. Megjithatë, dy çështje tjera të fundit do doja të preknim. Fillimisht i ngacmon pak me një batutë amerikanët, po ai që u entuziazmua, u hodh përpjet ishte Gonzato në zgjedhjen e Braos. Pak në kështu raportojnë kolegët tanë që e ndoqën në seancën. Sa ndikim dhe kush ka ndikim më shumë tek drejtësia sot? Kryeministri, amerikanët, europianët, Soros? Unë mendoj që vetëm partnerët tanë... Fatmir Xhafa? Fatmir Xhafa me që ushtua komisioni që i kontrollojnë double të ashtë? Jo, që nga Zanafila, që kur ishte me ato fondacionet me Sadushin edhe me Rakipin. Fatmir Xhafa për hirtë vërtetës, paktën unë deta 5 vite gjysëm në këshill nuk i ka rënë ndonjëherë derës apo telefonit që kërkonte ndonjë favor apo të pyeste apo kështu që... S'pas ka pas nevojë. Nuk e di. Ideja është që në mendimin tim, vendin kryesor e kanë partnerët amerikanë. Europa është pak më larg, pavarësisht se Europa ka më shumë projekte. Keni parasysh ka 20 vite Europa në Shqipëri, mos më shumë, që me
Euralius 1, 2, 3, 4, vati Euralius 5, tani ka filluar me këto projektet EU for Justice, EU for Law e ku diun tjera, por që nuk është se kanë qenë shumë efektive. Kurse ndihma e amerikanëve ka qenë më konkrete. Mos harrojmë që kanë qenë amerikanët që kanë qenë shtytësit dhe ideatorët e parë për krijimin e Byros Kombëtare të Hetimit, që është gati si FBI atyre, kanë qenë pjesë e kontrollit të gjithë të 60 hetuesve të parë të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët duhet të thënë që kanë kaluar në një procedurë që askush në Shqipëri nuk e ka kaluar, aq të fortë, dhe që janë në pjesë e përditshme e punës, qoftë agent të Byros Kombëtare të FBI të FBI-s pra amerikane apo edhe të DEA-s, po qoftë edhe të partner nga DIA e italiane, janë pjesë e hetimeve të kësaj strukture. Kemi nevojë, normal që kemi nevojë, ne nuk është se jemi një shtet me një drejtësi të kulluar, siç kjo është një llafi dhe fjalë e madhe me të drejtë, por ne po mundohemi që në këto 10 vite të ngrem një drejtësi të drejtë. Mos të kërkojmë më shumë. Pra ne ulet pritshmëritë në një mënyrë të llatarshme, zoti Balla. Mos të presim shumë, ata fatet mos të kemi shpresë, ke parat mos të kemi shpresë, zyrtarët nuk pezullohen, nuk largohen. Tani për shembull, ne e dim që dikush ka abuzuar me detyrën. Po. Të shkakton një lloj shoku kulturor kur e shef që s'e gjen gjë. Shiko, vetëm prokurori nuk i gjen këto prova, shkreti. Shiko, prokurori i gjen një emision televiziv me një lidhje internete dhe nuk i gjen një prokuror? Fabio, okay. Shiko, mua më kanë pëlqyer ato investigimet që bën Plugu, ka dhe një 2 emisione të tjera që janë të vetmet që ndjek nga media, të paktën për thellësinë e investigimit, por ato duhen përkthyer në prova. Pra ne mund të flasim çdo ditë në kafene, në për studio, por këto sa është e aftë Byroja Kombëtare e Hetimit, se me thënë drejtën tani hetimi ka kaluar, duhet ta dim që në dorë të hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit. Të paktën në dijenin time 90% e hetimeve kryhen nga kjo, gjithmonë në drejtimin e prokurorit të posaçëm, por ata janë të thuash arma, po edhe dora, syri, veshi i prokurorëve të posaçëm. Ne si këtu ka nevojë edhe pak që ne edhe si shoqëri të ndryshojmë qasjen. Po vetë na e premtuan ose s'ja kërkoi njëri? Jo, premtimi vetë na than tani. Jo, nuk jam dakord. Si do t'i sjell me video të gjitha? Ç'na kanë thënë? Tani unë nuk po flas për retorikë politike, po flas për organizim shtetëror dhe po flas që edhe ne si shoqëri duhet të ndryshojmë. Ne mos themi që ky është çun garip se është çun me lek, edhe ka ditë me bo lek, po ne duhet ai që është hajdut, t'i vëmë etiketën i hajdut dhe nuk e vënd në administratë. Po nuk e bëjmë se vendin burg. Zoti Balla, nuk e bëjmë se edhe kur e denoncon ata hajdutin, e ket nesmen prap në lagje. Edhe policia ka dekonspiruar, i ka dhënë dhe numrin e telefonit tënd. Shiko, tani ndryshime janë bërë. Ne mund të presim që të bëhen më njëherë, por që ka nevojë për përmirësime ka, qoftë në legjislacion, qoftë edhe në zbatimin korrekt të ligjit. E them gjithmonë edhe këta pjesë e shoqërisë tonë janë shqiptare. Nuk mund të mendojmë tani që prokuror dhe gjyqtar ti kemi me mentalitet belg apo holandez, kur ata janë pjesë e jona. E bëjmë kështu, me që janë pjesë e jona, le t'i kenë rrogat si tonat edhe jemi në rregull. Ja pranojmë edhe punën si tonën. Nëse do paguhen si belg, le të punojnë si belg. Rroga private apo rroga shteti? Të dyja, edhe ekstrat. Edhe çokoladë edhe pagullore. E përmbylli me një fjali. Në qoftë se rrogat, ofiqet, të themi gjitha përfitimet, benefitet, mos ta them turqisht, i kanë më të mira se pjesa tjetër e administratës apo e shtetit. Pastaj
duhet që ndëshkimi mbi ta tjetë i lartë. Kush e ndëshkon ndëshkuesin? Kush i ndëshkon? Inspektori i lartë i drejtësisë, Këshilli i lartë i prokurorisë, Këshilli i lartë gjyqësor. E mora vesh. Dhe prokuroria posaçme nëse bën korrupsion. Me kismet. Dakord, Alfred Balla ishte me mua në studio, miq të dashur. Faleminderit zoti Balla. Kënaqësi. Ne do të qëndrojmë në fakt tek Belinda, por na duhet për ta kuptuar edhe në retorikë politike se çfarë ka ndodhur. Ja japim linjën në regjisë, rikthehemi pas pak.